Kongresi i Lushnjës, kongresi që hodhi themelet e shtetit shqiptar, i zhvilloi punimet nga 21 deri 31 janar të vitit 1920 në Lushnjën Mikpritse me 2400 banor, ku patriotët e saj trima morën përsipër organizimin e kongresit në kohën kur Shqipëria rrezikoi të coptojë nga vendet fqinje. Qëllimi i mbajtjes së kongresit ishte mbrojtja e terësisë territoriale të Shqipërisë, rimëkëmbja e shtetit shqiptar dhe sigurimi i pavarësisë së tij. Dr. Niko Ferro tregon historinë dhe rëndësinë e vendimeve të kongresit për formimin e shtetit shqiptar, rolin dhe kontributin e patriotëve lushnjar që organizuan dhe mbrojtën delegatët gjatë 10 ditëve që u zhvilluan punimet e tij. Dr. Niko theksoi rëndësinë e shpalljes së 21 janarit festë kombëtare, pasi pas shpalljes së pavarësisë, Kongresi i Lushnjës është ngjarja e dytë më e rëndësishme në historinë e shtetit shqiptar. Situata në të cilën u mblodh ky kongres ishte një nga më të vështirët, një nga më delikatet. Në konferencën e paqes së Parisit, po diskutohej çështja shqiptare. Fuqitë e mëdha, jo vetëm që nuk po kënaqeshin për ta ndarë Shqipërinë edhe më akoma, por dhe atë pjesë që do të dilte nga krahasitja e tretë, do ta shpallnin koloni të Italisë. Në vend kishte edhe një qeveria e përkohshme e Durrësit. Por kjo qeveri shumë shpejt e humbi besimin në popull, për shkak të gjitha marrëveshjeve që bëri me italianët dhe lëshimet që ishin në dëm të shtetit shqiptar. Kishte ardhur momenti që të mblidhej një kongres kombëtar, një kongres që do të merrte në dorë fatet e Shqipërisë. Dhe ky kongres u mbajt në Lushnjë, një qytet i vogël, por që diti të mbajë mbi shpallua atë përgjegjësinë e madhe për organizimin e një kongresi kombëtar në mënyrën më të përkryer. Gjatë gjithë ditëve që zhvilloi punimet kongresi, nuk u shënua asnjë incident. Dhe kjo ishte një merit e lushnjarëve, një merit që unë dua ta theksoj, ta lartësoj, sepse sot kjo duhet ishte festë kombëtare. Jo vetëm kaq, kongresi i Lushnjës duhet ishte edhe më i zgjeruar në librat e historisë. Jo vetëm të atyre të Akademisë së Shkencave, por edhe në librat e fëmijëve. Nuk përmendet. Pse vallë kongresi i Lushnjës duhet përmendet me pak fjalë? Është një kongres ku u mblodhen patriotë nga gjithë Shqipëria. Ishin ata që e donin këtë vend me shpirt dhe me zemër. Dhe lushnjarët i dolën garant që ky kongres të zhvillonte punimet në mënyrën më të mirë. Kryetari i grupit të opozitës në Këshillin Bashkiak Klement Çela kërkoi shpalljen e kongresit të Lushnjës festë kombëtare. Ai vuri në dukje se kjo ngjarje e rëndësishme për Lushnjën dhe për gjithë Shqipërinë, deri më sot nuk i është dhënë rëndësia që i takon. Sot është një ngjarje dhe një ditë shumë e veçantë për gjithë lushnjarët dhe shqiptarët në tërësi, por shohim që ndër vite dhe gjithë këto kohë nuk trajtohet si një ditë e tillë. Ndaj unë përtej urimit për çdo shqiptar dhe lushnjar, gëzuar 106 vjetorin e Kongresit Kombëtar të Lushnjës, duhet përcjellë një mesazh që kësaj dite t'i jepet rëndësia që i takon. Kësaj shtëpie, këtij akti të madh për hedhjen e themeleve të shtetit shqiptar duhet dhënë rëndësia që i takon, pasi gjithë këto vite kërkesa e kahershme e gjithë qytetarëve dhe gjithë shqiptarëve është që kjo duhet të jetë patjetër një ditë e shënuar dhe një festë kombëtare, pasi e tillë duhet trajtohet, por fatkeqësisht deri sot që flasim nuk trajtohet. Pavarësisht se janë bërë shumë kërkesa edhe nga ne si Këshill Bashkiak, ende Kongresi Kombëtar i Lushnjës nuk po merr rëndësinë që i takon.